Kryetari i grupit Poloni-Shqipëri në parlamentin polak, Bartosz Romovic, gjatë vizitës në Pogradec ka theksuar mbështetjen e vazhdueshme të Varshavës për integrimin evropian të Shqipërisë. Ai u shpreh se Polonia ka kaluar së fundmi të njëjtin proces, ndaj përvoja e saj mbetet e vlefshme për Tiranën. Polonia nuk ka shumë kohë që ka kaluar të njëjtin proces dhe kur bie rasti e flasim me parlamentarë shqiptar, biseda ka gjithmonë të njëjtën përmbajtje, edhe pse deputetët shqiptar na pyesin se çfarë rrugë duhet të ndjekë Shqipëria. Rrugë e cila do të jetë më shpejt, më efikase dhe nuk duhet të përsërisë gabimet atyre që kanë përshkruar të njëjtën rrugë më përpara. Ai nënvizoi se marrëdhëniet shqiptaro-polake janë gjithnjë më të rëndësishme, duke marrë parasysh edhe rritjen e vazhdueshme të numrit të turistëve polak në Shqipëri. Mos harrojmë se nga turistët që vizitojnë Shqipërinë, një grup shumë i madh përbëhet nga polak dhe statistikat tregojnë se grupi vijon gjithmonë duke u rritur. Prandaj mendoj që aq më tepër janë të vlefshme bisedat dypalçe shqiptaro-polake, sepse siguria e shqiptarëve dhe siguria e Shqipërisë nënkupton edhe sigurinë e turistëve polak që vizitojnë Shqipërinë. Sipas tij, një bashkim evropian i fortë është garanci për sigurinë globale dhe Polonia përbën një aktor të rëndësishëm në proceset e zgjerimit.